ndërkombëtare publike, gjithmonë kur bëhet fjalë për marrëveshje ndërkombëtare, 3 elemente përbëjnë një marrëveshje. Ti themi dy gjërat që janë shumë rëndësi, ku janë prioritetet dhe dështimet. Në nivelin ndërkombëtar, kur bëhet marrëveshja, çdo marrëveshje duhet të ketë 3 elemente. Elementi i parë është pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Dash për fillimin e marrëveshjes. Dhe në këtë rast, kur ulet për të biseduar, nuk donin të ulen as shqiptarët të Maqedonasit. Mirë, po ishte faktori ndërkombëtar, ai që bindi shqiptarët dhe të ulen të bashkëbisedojnë me Maqedonasit, por të bashkëbisedojnë si palë të barabartë. Dhe këto elementet e barazisë nuk kupton të pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Barazia me palëve ishin armët. Armët ishin shqiptarët e ishin tërmatosur dhe Maqedonasit tërmatosur. Dhe në këtë rast, momentin që filloi të realizohet marrëveshja, u bë dorëzimi i armëve. Momentin që u bë dorëzimi i armëve, u prish marrëveshja. Dhe tani ne duhet nga e para të procesojmë në Komisionin Evropian dhe të dëshmojmë se të gjitha këto pengesat që bën. Unë marr vetëm një rast, për shembull, kjo aparatura teknike e balancerit, që është e paguar nga Bashkimi Evropian, ka një vlerë mbi 2,5 milionë euro, dhe fatkeqësisht askush nuk reagon për çështjet shqiptare. Më thonë, edhe vetë faktori ndërkombëtar nuk është korrekt, sepse ata kanë siguruar dhe nga ana tjetër gjitha komunikimet që i bëjnë në nivelin e ndërkombëtar, bëjnë vetëm në gjuhën maqedonase. Marrëveshjet e Ohrit kanë qenë që gjithë gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare edhe në nivelin e brendshëm edhe në nivelin e jashtëm, mirë por në përpilimin e ligjeve gjithmonë i kanë minimizuar. E them këtë sepse tani ne duhet të shprehim këto, ti themi, pakënaqësi që burojnë nga aparati shtetëror, që ai vazhdimisht i godet këto vlera, dhe mund të themi se tani më nëpërmjet ligjit e kanë kthyer situatën në pavarësinë e Maqedonisë, kur pa drejtësi shqiptarët u lanë jashtë aspektit kushtetues. Dhe kjo ne për ta dëshmuar këtë, është e paraparë që minimumi të mblidhen 1050 firma, të dorëzohet institucioneve relevante, dhe atëherë ato do të kenë detyrim që të krijojnë një komision për t'i parë këtë që e themi ne. Sepse ne gjithmonë i kemi rrugët më të vështira, sepse nuk ndihmohemi nga vetë brenda dhe politika jonë, sepse gjitha raportet që dorëzohen në Bashkimin Evropian dhe institucionet ndërkombëtare nuk jepen vërejtje me shkrim se si është gjendja shqiptare. Dhe tani si jemi të detyruar që t'i bëjmë ato të njëjtë. Mirë atje që nuk ndihmoni, po nga Tirana dhe Prishtina, si e keni ndjenjen të ndihmuar? Ju e shikoni që janë pranë jush edhe në këto momente, sepse dy qeverit kanë reaguar për situatën në Izrael, në Lindjen e Mesme, më the thash, por ndërkohë që mirë, tani situata nuk është në interesin e përgjithshëm politik, por pa marrë parasysh në çfarëdo situate të drejtat individuale dhe kombëtare, të drejtat nuk jepen dhe nuk dhurohen, ato vazhdimisht duhet të mbrohen edhe të sensibilizohet opinioni atë sa është mundësia. Unë nga ana tjetër, përse përket qëndrimeve të Kosovës edhe Shqipërisë, unë besoj që me përzierje të ndryshme, më shumë kanë shkaktuar dëme shqiptarëve jashtë shtetit shqiptar dhe jashtë Kosovës, dhe prandaj unë besoj që shqiptarët kudo që jetojnë në vendet e tyre kanë aftësi dhe mundësi për të mbrojtur të drejtat e tyre kolektive. Unë nuk mund ta kuptoj dije presidenti i një shteti shqiptar dhe thosë se shqiptarët janë shtet formues, dhe nga ana tjetër për ta lexoni Kushtetutën e Maqedonisë, ajo nuk i njeh shqiptarët, por vetëm i trajton si përtindje. Ndërsa nga ana tjetër Shqipëria duhet të ketë pretendime territoriale siç është manastiri dhe çështje tjera ose komplet manastiri që është diametralisht qëndrimet e politikës shqiptare, dhe ato janë fajtor të kësaj situate, sepse kur goditet gjuha, goditet kombi. Dhe kur goditet kombi, duhet të ketë reagime. Ne nuk kemi nevojë që të marrim rastet e tjera, shohim kohëve të fundit, kur përplasja që ishte me serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, menjëherë reagoi Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian i ndihmoi dhe vetë Edi Rama kur insiston që
shqiptarët të shkojnë në Europë nëpërmjet Beogradit. Pra them është një rrim slave e cila vazhdimisht po godet format tona, mirë po to goditje slave fatkeqësisht ndihmohen nga udhëheqësit tanë edhe nga ne, me dije apo pa vetdije. E kjo është një trekëndësh e cila shprehen në politikën e përgjithshme në Ballkan. Ju e patë se tani më Beogradi ka një ndikim jashtëzakonisht të madh në mënyrë të heshtur në Maqedoni dhe insiston tash atë gjuhë që e flet Beogradi, si duket e flet Shkupi dhe Tirana, sepse ata duan një rrugë të përbashkët që nëpërmjet Beogradit të arrijnë të drejtë dhe kjo nuk kupton një kthim i shekullit pastë. Prandaj unë besoj që kjo protestë që bëhet sot i përmblet gjitha këto indikacione, sepse ju mund t'i humni një kombi si çumën e shqiptarëve, mirë po nuk mund t'u mohoni të drejtat themelore dhe natyrore. Profesor, edhe gjë të fundit kam, duke pas parasysh atë që ka ndodhur, këtë që është aktualisht. Mendoni që në vazhdim, shikoni që do ketë një tërheqje të qeverisë, do kemi një zinxhir, një reakcion kjo e studentëve që do ndiqet edhe nga fakultetet e tjera, apo fund fare ndoshta edhe nuk mund bashkëjetojnë me njëri tjetrin, nuk e duan maqedonasit shqiptarë të bashkëjetojnë dhe mund shkojmë tek ajo pikë e marrëveshjes së orit që mund kërkojnë që të shkëputen. Po, fatkeqësia është se jo vetëm si shkëputje, por është problemi se profesorët tanë në përgjithësi shpeshherë kur vijnë këto edhe intereset e brendshme edhe të jashtëm, nuk preket problemi real, sepse kur janë subjekte në qeveri thuan në është gjithçka rregull, kur dalin në pozitë atëherë i shohin të drejtën reale. Po pa marrë parasysh sa munden këto subjekte të durojnë për këtë çështje, përgjendja faktike detyrimisht shqiptarët të krijojnë një marrëveshje të re me maqedonasit dhe për të bërë kjo e njëjta, unë besoj që do ta ndihmoj këtë çështje, do të shkojmë në faktorin ndërkombëtar për të sensibilizuar, sepse kjo është e padrejtë dhe nuk mund të kemi për shembull 10% në Kosovë të një minoriteti dhe nga ana tjetër komplet shteti përbëhet nga shqiptarët dhe vetë faktorin ndërkombëtar sikur nuk i ka të drejtat unifikuara dhe unjësuara që të merret një qendrim për kombet që jetojnë në vetet në trojet e tyre, mirë që administrohen nga aparatet slave në përgjithësi. Dhe fatkeqësisht qeveritë slave në Ballkan janë shumë të koordinuara, duke inkuadruar këtu edhe fetë ndryshme ortodokse të tjerat që drejt për së drejti gjejnë segmente se si ti minimizojnë të drejtat kombëtare, sepse në Ballkan gjithmonë goditet elementi kombëtar. Në për elementet ndryshme, qofshin ato fetare, kështu me radhë, shohim se gjithmonë po goditet ky sens dhe nga ana tjetër ne nuk kemi si të mbrohemi. Prandaj ne kërkojmë që gjuha të jetë institucionale, institucionet të flasin mbas asaj sa jemi ne taksa pagues, për arsye se nëse nuk korrespondojnë të drejtat e taksave me të drejtat dhe detyrimet, atëherë pse duhen të jenë detyrimet kur nuk ekzistojnë të drejtat. Profesor, ju jeni një zë i fortë për të drejtat e shqiptarëve aty, brenda edhe jashtë vendit, dhe unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për çështjet që trajtuam. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit, nësia është e jonë.